Jemi diku tek 6-7 muaj pas zgjedhjeve të maj dhe ende nuk e keni bërë analizën për situatën në Partinë Demokratike dhe si u nda forca juaj politike në zgjedhjet e 11 majit. Kur do ta bëni analizën, zoti Koreshi? Së pari njerë ne vazhdojmë njerë mjekimin, që është zgjedhjet e 9 nëntorit. Ne pa marruar zgjedhjet këto lokale të thjeshme lokale që janë tani, nuk mund të fillojë një analizë. Pra nuk fillohet çdo gjë pa marruar mjekimin, fillosh pastaj të gjesh dhe shkaqet. Unë mendoj që duhet marroj kjo pjesë, futet në Shina, me gjitha këto reforma dhe ne bëhemi pjesë e reforma dhe pastaj shikojmë, mbasi marrojmë këto ka kohë sa dush për të shikuar dhe analizën ku kemi gabuar ne dhe si, por ne akoma s'kemi një vendim përfundimtar të raportit të SBO-dit, ju e dini se s'kemi përfundimtar, sepse me këtë batardi dhe ç'është bërë dhe pretendimet tona, kallëzimet tona, drejtuar organizmë batuese akoma nuk kanë zgjidhur, kështu që presim dhe raportin fundimtar të SBO-dit që me gjasa unë mendoj dhe jam i bindur që do të na japi të drejtë, edhe pastaj shikojmë pastaj edhe gabimet tona. Se duhet me thënë që jo çdo gjë mund të ketë shkuar vaj në përfundime ndryshme, mendoj që spari një vend pikat mbi i se çfarë mendohet, me që ne ja kemi lënë Komisionin e Velecave, atë presim dhe SBO-i japë vendimin e saj, me që ta ketë shoku Torolant të gatshëm një moket të tillë dhe pastaj ne të japim dhe të merremi edhe me mjekuar plagët tona për ato që kemi problematikat tona. A do të kërkoni zbatimin e Nerit në statut që parashikon largimin e kryetarit dhe mos të drejtin e tij për të rikandiduar në rast se humbet zgjedhjet e përgjithshme, zoti Koreshi? S'pari njerë ta lëmë përfundimin e analizës, mos ta paragjikojmë, së dyti duhet me thënë drejtën dhe gjithë kanë qenë për të bërë kryetar të Partisë Demokratike, por deri më sot nuk njoh njëri që mund të ketë forcën që të mundi Sali Berishën. Pra edhe nëse kryetari do të iki, do të kalojnë proces zgjedhor. Kështu që nuk ka një ndiktim të tillë se procesi zgjedhor dhe analiza nuk mbaron 2026. Atëherë i bie edhe 2026 për të parë zgjedhje brenda Partisë Demokratike që përkojnë një kursi, kështu që të presim njerë ose bëjë dirin, të presim analizën brenda Partisë Demokratike për të marrë një verdikt sa radhë jo të situar. E qartë. Ndërkohë duhet dalem tek një moment tjetër. Ju zgjodhët një kandidat për zgjedhjet e pjesshme të bashkisë në Tiranë, sigurisht edhe në zgjedhjet e tjera, i cili vjen nga, siç thoni ju, shoqëria civile dhe është një kandidat i pavarur. A do të zgjidhet në këtë mënyrë edhe kandidati për kryeministër në zgjedhjet e 2029, zoti Koreshi? Nuk mendoj një gjë të tillë, nuk mendoj që i bën mirë Shqipërisë pas një kryeministri nga shoqëria civile. Ndonjëherë partitë politike kanë angazhim, kanë struktura, kanë sistemin e kërkimit të votës shumë më të thelluar se sa shoqëria civile. Unë mendoj që ne nuk e kemi demokracinë e dur. Për shembull, nëse do të ishte shoqëri civile në qytetet vogla, do dështonte kurse Tirana ka është më heterogjene, ka problem, ka tjetër lloj pikpamje, dyshim tjetër lloj strukture. Kështu që për kryetarin e Bashkisë Tiranës i shkon mirë pjesa dhe për të maksimalizuar dhe për duke qenë se ne nuk kemi atë analizën zgjedhore për shumë kategori dhe shumë problematika, është më mirë që ne dhe debatin, për të lu debatin dhe retorikën të qoftë me ato partitë sot që në opozitare me mazhorancë për t'i bërë pjesë të tryezës siç u bën me zotin Bina, kështu që te kjo përkoj, për pjesën tjetër do të shohim në gjykim, por unë jam mendimit që kandidati për kryeministër do të jetë politik. Një parti e cila nuk nxjerr dot kandidat nga radhët e veta për një garë kaq të rëndësishme siç është Bashkia e Tiranës. Kjo nuk është e vërtetë. A duhet të kthehet në OJF, zoti Koreshi? Para njerë, nëse më bën këtë pyetje, unë jam dakord me pyetjen tënde për të keni gjithë të drejtën e botës për të kundërshtuar. Absolutisht. Po. Para njerë te konstatimi jo të kundërshtoj konstatimin, sepse pyetja pastaj nëse kundërshtoj konstatimin. Po ju thoni pjesa e parë e pyetjes, pastaj rezon të dytën, po. Absolutisht. Po. Absolutisht. Kështu që ka qenë maksimalizim, ne kemi bërë një analizë të thjeshtë dhe është ulur një tavolinë diskutimi dhe me partitë e tjera opozitare. Po të shikosh Partia Socialiste ka 19 deputet dhe pjesë të tjera që sot nuk janë qeverisje me të, kanë 18 të tillë. Kështu që ne gjykojmë se si do të ishte maksimalizimi, faktorizimi i gjithë pjesës tjetër, për të dhënë, për të maksimalizuar dhe realisht për ta fituar. Shpëton nga përgjegjësia se ne nuk fitojmë me kandidat pavarur, jo, sepse nuk kemi përgjegjësitë tona, ne do të jemi kreativë dhe mbështetje fuqishme për ti. Por kjo nuk do të thotë që Partia Demokratike nuk ka pas kandidat dhe ky është ju mund ta qeni konsideroni këtë, por unë mendoj që ka kaq shumë kandidat sa
edhe për ballën Manesterliu, po ta them dhe përsëris dhe vazhdo ta them, edhe roja PD-s është shumë e lartë se Manesterliu me 50 dosje SPAK. Ndaj që kjo është punë ku vjedhi kush vjedhi, gjithë qeveria në funksion, gjithë drejtorët e përgjithshëm ju keni parë, që janë në për pikat e vazhdojmë punën e patronazhimit, jo vetëm asaj, po turistënisë, presionit me të mësuarit. Tu që përpara të kalorit parë, shikojmë njerë trajnë që është në sytë e qeverisë sa nizën që ka hyrë në sytë e përgjithës. E qartë, zoti Koreshi, duhet ndalem tek një moment tjetër që ka të bëjë me të gjithë këto emra që ju thoni. Pse ata të cilët kishin më shumë vota në zgjedhjet e 11 majit nga lista e hapur si zonja Tabaku apo zoti Ali Mehmeti kanë refuzuar, ndërsa u vetofruan për të marrë Bashkinë e Tiranës disa që kanë qenë në listën e mbyllur dhe nuk e dinë as vetë se sa vota personale kanë. Unë nuk e bëj analizën kështu se sa vota personale ka, sepse po të hapësh dhe lista hapur, votat do të shpërndashin në shumë kandidatë tjerë. Zonja Tabaku është e lirë dhe e vlerëson vetë, ndoshta nuk është synimi i saj për qenë kryetare e bashkisë, ashtu si zoti Ilir Ali Mehmeti, ka shumë personat të hyrë në këtë zgjedhje janë në një profil tjetër që zgjedhjet me të drejtën kanë e para një kanë shpenzime kohe, ekonomie të radhë, energjie, familja në stres të radhë. Këto janë zgjedhje parakohshme sepse nuk janë bërë një mandat 4 vjeçar, por janë një mandat 6 mujor. Edhe ndoshta kam vlerësuar që zonja Tabaku që patjetër një mandat shumë i gjatë dhe kontributin e saj në opozitarizëm mund të jepte shumë më gjatë një mandat 3 vjeçar sesa një mandat 6 mujor, ku do të kishte vazhdimsi zgjedhor, sepse pas 6 muaj do të hysh prapë në proces tjetër zgjedhor për garën e Tiranës. Ndërsa zoti Mehmeti mendon se ka edhe ai nuk është një politikan racit që përfituar në Partitë Demokratike, por ka jep është kontribut absolutisht çmor brenda Partisë Demokratike, absolutisht një nga figurat më të vlerësuara sot në nivelin lokal për Tiranë dhe edhe më gjerë, por edhe të mësuar lokalisht, kështu që mendoj që ai ka bërë analizën e vet për sa i përket dhe punës tij, sepse qenia thashë një në fushat ka lënë masdore edhe punën e tij si bie. E qartë. Dhe pyetja e fundit, ju keni nisur procedurat siç thoni dhe keni nisur një kërkesë për të shkarkuar presidentin e Republikës Bajram Begaj. A do t'ju mërzitet ish kolegu juaj në parlament Ferdinand Xhafera, i cili është bërë këshilltari i tij pas kësaj lëvizje, zoti Koreshi? Po të them punë madhe se kush mërzitet, jel qefit ti, kështu që unë shikoj problematikë që ka presidenti, pastaj se kush mërzitet është halli i tij, idealiston si fat du fatike. Ne kemi problemin ton me zgjidh se baromi me atë që bëri dhe gjykata kushtetuese, ju e dini çfarë ndodh me gjykatën kushtetuese me afatet apo me mandatin e gjyqtarës fundit, kështu që shoku baron është thjesht një ministri më i vogël i qeverisë Rama.